Me të vërtetë doje që për ata të ikje? Në kuadër të festivalit teatror për të rinj që po zhvillohet në Teatrin Migjeni në Shkodër, dita 3 solli në sken shfaqjen Të jetosh me dashuri me regji nga Raimonda Marku. Kjo vepër me theks të fortë social trajton temën delikate të bullizmit dhe ndikimit të tij tek të rinjt. Shfaqja erdhi në interpretimin e të rinjve të talentuar të gjimnazit 28 nëntori. Nxënësat e realizuan mjaft mirë, nxënësat janë shumë të talentuar të gjimnazit 28 nëntori, siç edhe është titulli i kësaj pjese Të jetosh me dashuri, kuptohet mjaft mirë edhe tematika e kësaj shfaqje. Është një tematik e vërtet, domethënë është një realitet i përditshëm dhe mesazhi kryesor është që të komunikojmë me njëri tjetrin me dashuri, me gjuhën e dashurisë dhe jo me gjuhën e urrëties. Vetë protagonistët e shfaqjes u shprehen të emocionuar për pjesëmarrjen në këtë aktivitet. Mendoj që është një diçka që ka me më shqyrë dhe që ka me mbledh, sidomos në lidhje në raport me të folën në publik, gjatë që unë kam pas problematik temën, por kjo është arsyeja më e madhe pse e kam bërë realisht. Hera 3 që marr pjesë, duke përfshi këto shfaqjet, është hera shfaqja 4 që bëj Teatri Migjeni, është një eksperiencë shumë e bukur. Kjo e fundit ishte një shfaqje shumë e bukur me një mesazh shumë domethënës. Sot për mua ka qenë një eksperiencë e parë dhe normal si çdo kush kam pas emocionet e mia, por besoj që çdo gjë ka shkuar me sukses. Festivali teatror do të përmbyllet këtë inte, ku juria profesioniste do të shpall vlerësimet për interpretimet më të spikatura të këtij edicioni.